Gurbetçari dhe sot nuk e ka letë. Është nisë për i dare e ka metë atje. Tanë kohën e ka brengen apo i folin shqip fëmija. A mos po gabojnë për shkak të kulturës së ndryshme në rrethin ku jetojnë. Gurbetçari tutet edhe me vdekin vend huj. A i donë me u varros në tokën e të parve. Vallahi Gurbetçari e do vatanin. Në Gurbetçar qysh kishin me jetu familjet tona në Kosovë. Ata janë zemra shqiptarisë. Nuk është rahat as një Gurbetçar nëse e di që dikush në shtëpi ka nevojë për diçka. Ai punon e rretër, vetëm me e kënaqë babën, nanën, vllaun, motrën. Se eron është jeta e Gurbetçarit. Nuk e kanë lehtë hiç.